Arlind, që kur ka ndalë skandalet e Ballukut, je zhdukur nga media, pse? Po nuk kam zhdukur vetë, nuk kam marrë si ftesë këto 3 javët e fundit. Është e kuptueshme sepse kam përshtypjen që pas burgosjes së Erion Veliajt e ka marrë Belinda Balluku këtë detyrën e blerjes së mediave edhe të financimit mercenarizmit mediatik. Unë e kam ngritur zërin për ditë në rrugë, në protesta, në rrjetet sociale, kështu që nuk është se më bëhet shumë vonë në fakt për mungesën e ftesave nga televizionet. Nuk dua të flas vetëm për këtë gjë. Dëgjova sot Edi Rama që po mbronte përsëri Belinda Ballukun deri në absurditet, edhe më shkoi mendja, po sikur Belinda Balluku nesër të dalet grabis një bank. Çfarë do thotë Edi Rama? Përsëri nuk duhet shkarkuar ose nuk duhet pezulluar nga detyra, po sikur Belinda Balluku të dalë të vras 3 njerëz në rrugë. Përsëri pushteti gjyqësor në Shqipëri do duhet të jetë peng i tekave dhe interesave të Edi Ramës. Belinda Balluku do duhet të shkarkohet një orë më parë, madje do duhet të jap llogari për gjithçka që ka vjedhur. Do duhet të jap llogari edhe për bashkëhajdutësinë e saj me Ramën, dhe kam përshtypjen që shumë çka politikisht do të vendoset në Shqipërinë ditëve apo të javëve të ardhshme për sa i përket edhe mandatit korruptuar qeverisë së Ramës. Faleminderit.